Bizneset e mia kanë zona fillën që vitet 90. Rrjedh nga një familje e madhe nga vit nga Kuksi, dhe familja ime përpara ka qenë madhe biznes. Isha në punë shteti në Tiranë, me lëvizje demokratike që filluan në Tiranë, mendova që do e gjeja vetveten në biznes. Fillimisht e fillova me tregti ushqimore, pastaj me mobilje, ndërtimi, materiale ndërtimi, me ndërtime. Kishte ulur të ngritjet e veta biznesit si në çdo vend. Dhe pastaj më vonë biznesi filloi duke konsoliduar dhe kalu në industrinë financiare. Në vitin 2000, fillimisht hyra si aksioner kryesor në një bankë që krijuar nga biznesi shqiptar në Shqipëri, Banka Popullore. Një intuiti im ja hershme ishte që unë pëlqeja shumë industria financiare. Dhe në kalimin e kohës më ofrohet një në Shqipëri, thotë, shitet një kompani në Shqipëri. Ka një miku im, thotë, shoku, thotë, nga Kosova, të kam Luka. Dhe unë biznes të kryesisht i bëjnë tavolinë, domethënë. I bëjnë verbalisht, nuk i bëjnë me shkrimë. I dha dorë njëri tjetrit dhe u futa në industrinë e sigurimit me kompaninë e sigurimit Eurosik. U desh një luftë shumë e madhe, i përplasje në tregu i sigurimit në atë kohë ishte i pastabilizuar, pasi Shqipëria kishte dalë nga një vend totalitar dhe s'dinte se ç'janë sigurimet. Me një sforcë shumë të madhe arritëm që ta ngrim kompaninë. Bënë me në atë ditë që kam marrë kompania gjirën ditore kishte 5.000 euro. Ku 5.000 euro në shpenzëshim dhe në për kafe. Po desh një punë shumë e madhe. Aja punë nuk më dedikohet vetëm mu, por i dedikohet edhe stafit tim, që ditën të organizojnë dhe ditën të rekrutojnë njerëz të mirë, specialistë të aftë, të ndershëm. Dhe pastaj historia vazhdoi. Mas 7-8 viteve, sigur bëre hapin tjetër. Edhe bleu prapë një kompani në Kosovë. Në vitet 2016, do ndofta, më thonë edhe miqtë mi, nuk kisha ndalur, po mu kishte krijuar industria e sigurimit, si ti e them, ne nuk shkojnë me lut bigjoz, po burrat shkojnë, apo do nuk kishte bërë si bigjoz në vetë, ose si drog. Do më thënë, ditë natë, policia sigurimi, zhvillimi kompanisë, tonë isha, nuk e kisha më tepër në arsyën e lekëve, sa kisha, do më thënë që kjo kompani kishte edhe përgjegjësi publike. Dhe mu me jepte një motiv, pasi edhe kontrollohesha nga autoritetet mbikëqyrëse. Dhe më jepte një motiv që kompaninë ta zhvilloj sa më shumë. Në vitin 2016 mora aty një iniciativë të gjithë bathun të çimendut. Dhe hyrë blej kompaninë në SIG të Shqipërisë. Kur shteti kishte zgjedhë 15 milion euro, unë e blej 16 milion euro. 1 milion më shumë. Pavarësisht se kishte një grup shumë të thellë, shumë të madh të brenda. Mundova ta mirë administroj dhe ta çoj aty ku është sot edhe në sigur, e cila është një ndër kompanitë më të mira.